Për të 45 ditë me radhë, qytetarët që kundërshtojnë projektin e resortit luksoz në Zvërnet zhvilluan protestën e radhës në Tiranë. Tubimi nisi në sheshin Skënderbej, ku protestuesit u mblodhen me flamuj kombëtar dhe pankarta për të mashuar më pas drejt godinës së kryeministrisë. Përpara nisjes së fjalimeve, protestuesit kënduan himnin kombëtar. Qytetarët përcollën mesazhet e tyre dhe kërkuan ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama, ndalimin e projektit në Zvërnet dhe ndryshime në mënyrën e drejtimit të vendit. Për 45 ditë qendresë paqësore kemi arritur t'ia qerrim maskën këtij kryeministri. Për gjitha nanat, ato janë frika më e madhe e Edi Ramës. Merrni fëmijët dhe hajdeni në shesh. Në përfundim të tubimit, protestuesit marshuan në rrugët e kryeqytetit duke ritheksuar se protesta do të vijojë edhe në ditët në vazhdim. Organizatorët janë shprehur se lëvizja nuk do të ndalet gjatë verës dhe se do të vazhdojë deri në realizimin e kërkesave të tyre.